jemi rikthyer. Edhe Fatimja ka reaguar më njëherë duke dëgjuar Daniel Lovers, tha, kam një propozim. Po, Fatima? Oui, je voulais dire qu'en écoutant les propos du professeur Daniel Levers, tout de suite, je l'ai entendu me rappeler le roman. Et j'ai vu des scènes de film. Et c'est vraiment un film. Ce roman, on le verrait bien adapté au cinéma. Et même un cinéma international, parce que vraiment, le sujet est tellement universel. L'écriture est sobre. On dirait c'est une écriture de scénario de film. Il est prêt pour qu'on le voit en film. Kemi na falë që të lodhëm të përkry, po kemi përkry sonte te në fund. Kjo tha se duke dëgjuar profesor Daniel Leversin, unë më njëherë më shkoj mend edhe këto skena i përjetoja, si edhe thoja vetëm veti, po t'ishte bërë ky roman film, sepse është tema universale, është temë jo vetëm bëhet një film, jo për shqiptar, po të bëhet një film internacional për botën, sepse është një temë qaq e mirë dhe thotë mu qaq shumë ka pëlqyer, por gjatë bisedës me Danielin, po kjo ide më dha. Se thjesht në thelb dashuria. Gjëja më fuqishme në këtë botë. Po. Para dashurisë për çdo gjë, dorëzohet çdo gjë. Bile ka njëherë kur dashurohet njëri si ti dikur para beharës, veç atëherë dorëzohet në. Unë do të doja që më ju thonë miqve tanë që Reshati ka luajtur në seriale franceze, edhe kishte më qenë mirë francezët më ia kthy borxhin me bën një film që do të bëj edhe serial për romanin Iliriana. Bon. Appio pour faire? Et dit que, puisque Rechat il a joué dans la série en France de Canal+, alors le Canal+, la France, il fait un film pour ce roman, comme ça il fait... Alors je suis d'accord, c'est un appel lancé parce qu'on a envie de le voir au cinéma. Je suis d'accord. Merci. Si pour aller en Kosovo, tu le dites. Comment tu passes au Kosovo ce jour-ci? Comment tu passes au Kosovo? Oh, formidable. Formidable. Marvelous. Duke qenë edhe poete që jeni, a shihni poezi të fshehur në këtë prozë të Reshat Sahitajt? Comme vous êtes poète aussi, est-ce que vous voyez les choses poétiques dans ce roman de Iliriana? Dans ce roman, il y a des côtés extrêmement sombres de terreur et de surveillance d'un régime, de la prison. Et de l'autre côté, il y a la figure de la liberté et de l'amour. Et ça, c'est vraiment l'essence de la poésie. Në këtë roman ka gjërat e tmerrshme, torturat e tmerrshme, por në këtë roman ka dhe dashuria që është, dhe prandaj kjo është një lloj poezie në vetvete. Duke qenë poezi është edhe këngë. A t'ja bëjmë edhe një këngë? Ja bëjmë edhe një. On va faire une chanson aussi pour ça. Voilà, l'essence de la poésie. C'est très joli. Zotri Daniel, tash një pyetje, a mendoni që lexuesi francez e sheh këtë roman më shumë si letërsi egzotike apo si një letërsi të barabartë evropiane? Pak a shumë na thatë, po duhet edhe më shumë. Jo për tjetër, po për faktin që vërtet Iliriana në gjuhën frenge ka zgjuar kërshërinë e kritikës edhe të lexuesit francez. Puisqu'on parle de ça, est-ce que vous trouvez que Iliriana c'est un peu exotique ou bien pas exotique, ou bien la littérature, comment vous voyez ça? L'adjectif exotique me gêne, oui. Oui. Non, il n'y a pas... Évidemment, on sait qu'on va vers le roman d'un auteur kosovar, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, je ne trouve... Bon, il y a des allusions à une histoire très prégnante, mais qui est en même temps une histoire universelle. C'est l'histoire de la tyrannie, c'est l'histoire de ces gens qu'on met en prison sans aucune raison, des États qui tuent. Et donc, exotique, le mot exotique pour moi est tout à fait charmant, mais bon, c'est souvent le support d'une littérature un peu facile. L'exotisme, c'est un peu comme la mer qui, dans votre beau studio, est en train de nous bercer, tandis que Rechat ne nous berce pas, il nous met souvent au fond même de la tragédie, de la prison, de la solitude, avec, heureusement,
le rêve d'amour. Kjo është, unë e urrej të flasë se ky romani është ekzotik, kam qef me thonë se thasha pak më përpara që s'është ajo, sepse ekzotik ama jemi shumë mirë edhe këtu që këtu apo shef të pamjet e në sene. krejt, glamour në krejt. Është duke na përkundër, po thot për Reshat Saite, nuk është duke na përkundër i tregon vrasjet që i kanë bërë në për burgje, në arrestimet të ndryshme që i kanë bërë, pra normalisht nuk ka as pak të bëjë me ekzotizëm. Po kjo është një temë, po të thashë edhe më përpara, se është temë universale. A mendoni se lexuesi francez e sheh absolutisht këtë roman si letërsi e barabartë evropiane? Pensez-vous que le lecteur français va voir comme lecture la même chose comme européen? C'est pas, on dit... Jo veç balkanik. C'est pas balkanique. Oui, non, je vais toujours dans le sens de l'universalité. Je pense que c'est un roman européen, mais oui, peut-être essentiellement européen, parce que la prison, tous ces restes du stalinisme, c'est quand même du côté de l'Europe que ça s'est très aggravé. Kjo është roman balkanik, është roman europian, sepse në këto shka flitet në roman që në atë kohën e stalinizmit, ato torturat që më tjera, kjo nuk është roman balkanik, është roman europian. Dhe sjell diçka shumë universale për ne. Fatime. Oui. Si e Fatime? Comment tu vas? Je suis très heureuse de participer à cette rencontre. Si ke kalu me botën shqiptare në këtyre ditëve? Comment tu as passé avec les Albanais ces jours-ci? C'était vraiment une belle rencontre. Je connaissais un petit peu, nous avons un de vos auteurs, je ne sais pas si je peux le nommer, qui est très connu en France, celui qu'on connaissait beaucoup, qui est bien traduit, c'est Ismaël Kadare. Et du coup, c'était un voyage, parce que moi, je l'avais découvert dans mes premières lectures. Et là, d'avoir, il y a quelque temps, découvert aussi les auteurs que nous a présentés Reshat. Reshat est un ambassadeur de la littérature, je pense. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est une belle rencontre, ce symposium de poésie qui est organisé autour et la présentation de son roman m'a fait rencontrer aussi d'autres auteurs. Et en fait, je me suis retrouvée dans les festivals ou rencontres du monde. C'était le cachet de la région, mais aussi des auteurs du monde entier. Voilà. Jam shumë e kënaqur, jam duke kaluar shumë mirë, thotë dhe Reshatin e keni ambasador universal kështu në Oui, les écrivains. Atëherë, çfarë mesazhi universal duhet me nxjerr lexuesi i ri evropian prej këtij romani? Quel message universal que le lecteur européen peut trouver dans son roman? Eh ben, c'est toujours d'abord, c'est la force de l'amour dans toutes les situations, et puis l'impossibilité de choisir un camp ou l'autre. C'est ça, la force de la liberté aussi, de pouvoir choisir, et l'amour qui est universel finalement, cette solidarité, rencontre, se découvrir pour s'aimer. Forca e dashurisë Këtu le, pa problem, falë. Kjo është, thotë këtu, mesazhi është forca e dashurisë, që është universale, forca e rezistencës, po ashtu. Domthonë është një mesazh kryesor është kjo, thotë. Nikol, a mendoni se romani Iliriana kontribon në afrimin e kulturës shqiptare me botën frankofone? Pensez-vous que l'Iliriana peut contribuer à l'approche de la culture francophone et avec les Albanais? Donc une approche. Le rapprochement entre les deux, les francophones et les Albanais. C'est un roman qui prend aux tripes et il nous amène à réfléchir sur ce qu'est la liberté et la démocratie. Et ça, c'est très très important parce que ça met en perspective la liberté d'expression et c'est une chose que nous devons défendre dans tout le monde occidental. Kjo është një roman që ne duhet ta mbrojmë në kulturën perëndimore, është një roman I cili e mbron të shprehjet e lirisë, lirshëm, dhe është një roman I cili domosdoshmë
ka forcën e vetë speciale. Të fuqishme, absolutisht. Mr. Daniel, personazhi i Agimit, si personazh kryesor, a mund të krahasohet me heroj të tjerë të letërsisë moderne evropiane, edhe botërore? Le personnage principal Agim, est-ce qu'on peut comparer avec un personnage dans la littérature européenne ou mondiale? Bien sûr, oui. Naturellement. Oui, mais à qui, s'il fallait faire une comparaison, les choses ne me viennent pas. Si po më bëj stash me një de krahasime me një personazh. Po, në këtë moment. Por si ata heroj që i ke në fantazi, është aty. Ce qui est plutôt un éloge pour Reschat, parce que on peut dire, oui, il écrit ce roman, on l'a déjà lu sous une autre forme. Là, il y a quelque chose de très original chez ce héros, qui est une espèce de anti-héros, qui n'a pas de ligne directrice. Et c'est ça qui est très intéressant dans un roman. C'est son caractère poétique aussi. Il y a un philosophe qui a parlé de la poésie comme les chemins qui ne mènent nulle part. C'est Heidegger. Eh bien, ici aussi, même quand on a fermé le roman, on ne sait pas où ça va mener, si à nouveau notre héros qui semble à un moment être sauvé ne va pas retomber un jour en prison. Të folish për Reshatin, për romanin e Reshatit, me thonë që është roman i mirë, është anena me bon lajka, unë nuk e kam ata, thot, nuk më bo ashtu, por për romanin e Reshatit shtin, thot, fut edhe kur ti mshelish faqet e romanit, këtë shtin me mendu që ka do të bëhet ma vonë. Domthon ka qasi vujtje, ka qasi përshkrimesh që nuk të lënë të qetë në asnjë moment. Pra ka si thot Heidegger thot që poezia shtin kudo s'ka kërkun domthon rrugdalje kërka. Edhe romani i Reshatit është një roman i cili shtin labirinteve të ndryshme që edhe pasi ta lexojmë, ta përfundojmë, thush, çka u bë më vonë, çka do të bëhet më vonë. Domthon të shtin me menduar të ardhmen. Atima, si e shihni venin e Reshat Sahitajt në letërsinë bashkohore francofone, me që jemi francofon këtu? Puisqu'on est tout le monde francophone, il dit comment vous pensez, quelle place peut avoir Reshat Sahitaj dans la littérature francophone? Comme écrivain. C'est la rentrée littéraire. C'est la rentrée littéraire actuellement et je pense que c'est une écriture nouvelle et c'est aussi une belle découverte. Donc il a toute sa place, surtout il paraît dans cette rentrée littéraire où on est à l'affût à découvrir des nouveaux auteurs. Et il est traduit en français et cette traduction est vraiment un beau cadeau de la littérature. Është një dhurat që i bëhet Reshatit, thot, sepse në shtator zbulohen autorët e famshëm, autorët të veçantë, edhe romani, si shta Daniel Leversi përpara, ka një originalitet, Reshati ka një originalitet në shkrimin, në mënyrën, në stilin që është duke shkruar, pra kjo është një dhurat për te që është bëhet tani shtator dhe që ka filluar të ketë jehon qenë mujnë e parë. D'autant plus que la francophonie est très importante en France et c'est vraiment un pays où on édite beaucoup et on lit beaucoup et on découvre les auteurs africains. Par exemple, l'Harmattan, c'est une maison d'édition qui est ouverte sur les auteurs des 5 continents et vraiment c'est une belle découverte et une belle rencontre. Je pense que ce roman a tout à fait sa place. Mendoj po që Harmattani boton në 5 kontinentet e botës, edhe romani i Reshatit që në fillim ka filluar të zë një vend, dhe është një fillim shumë i mirë, shumë i mbarë, dhe mjafton kjo që ne do mund ka filluar të ketë jehon kudo atje. Në Francë nuk është letë po të në Harmattan të botosh. Po, që t'ja u themi shikuesve, dëgjuesve, ata që na shikojnë, na dëgjojnë, që Le Harmattan është shtëpi e madhe e fuqishme botuese, Po. Në Francë, ku janë botu shkrimtarët, poetët, ndër më të mëdhejt në botë. Dhe që ka botu Liliani. Do të bisedojmë pak me Reshatin, se deri tash veç na ka përkthy. E në realitet, kemi fol një herë shumë pak për romanin Iliriana. E tash
E kam pas njëherë një rubrikë thoja, kam 10 pyetje të shpejta dhe kërkoj 10 përgjigje të shpejta. Unë kam goxha të pyetje të shpejta. Nuk shquhesh për përgjigje të shpejta, po sonte kena me t'i kërku. Pikë parit faleminderit që ke ardhur ta promovosh romanin Iliriona që unë kam prit me padurim. Të falenderoj nga zemra që edhe ma ke dhuru. A ditë në promovim jam kënaq për faktin se po promovohej një libër që vërtet ka zgjuar kërshërinë së pari të lexuesit frankofon, të kritikës, edhe letrares frankofone, edhe së shpejti apresim me na përkthy edhe në gjuhë të tjera. Kjo varet ma vonë nuk dihet, varet se kjo është shtëpia botuese, shtëpia botuese ka të drejtat, jo. Shtëpia botuese ka të drejtën. A mundet me ndodhë që ata ne bojnë që të mirë, e përkthejnë anglisht edhe të ne s'kemi nevojë, shfort. Po do të më pak kërkesa, ajo është çështje të ardhmen. Tash e atyre, e lë Armatan. Po. Ku është drejtoresh? Edhe Nikol? Nikoli është drejtoresh e Aksantonik, kurse kjo është po ashtu drejtoresh Le Scribe l'Armatan. Scribe Armatan. Do të dyat janë drejtoresh në Armatan, por i kanë sektor të ndryshëm. Sektor të ndryshëm, mirën me libra të veçanta të ndryshme. Drejtoresha. Kurse Danielin e kemi kryetar të AICL. AICL. AICL është, që ta themi pak më shumë për shikuesin, kam pak shumë shënime se edhe kam shumë musafir, po AICL është Asociacion International de la Critique Littéraire, Asociacioni ndërkombëtar i kritikës letrare. Zotri Danieli është kryetar aty. Edhe bashkon kritik letrar, studius, gazetar, krijues nga gjithë bota. Me qëllim që të nxjisë dialogun ndërmjet krijimit dhe reflektimit kritik mbi letërsinë. Do me thonë, kemi njerëz shumë kompetent që kanë qenë, janë bërë gjatë rrugtimit si bashkautor me Reshatin, po që janë shumë kompetent për atë që flasin edhe që e kanë bërë tek romani Iliriana. Edhe ju falenderit shumë. Reshat pak po flasim bashkë. Çfarë përvojash personale ose kujtimesh ju kanë frymzuar për romanin Iliriana? Romanin Iliriana kam shumë kohë gjatë, shumë një kohë gjatë e kam në mendje dhe domethënë ka 10 vite, 15 vite që kam në mendje, kam bërë koncepte të ndryshme, por është 3 vjetë është proponim kjo, që 3 vjetë që kam kry, po tani është botu, po kam pas qef që të botohet në mënyrë precize kur gjë pas këtë gabim, në asë një mënyrë, asë në stil, asë në formë, asë figurat të ndryshme. Pra, 3 vjetë kam punuar në këtë roman, bashkë me Danielin, bashkë me Nikolin, bashkë me, kemi bërë që tjetë roman pa gabime. Pa gabime. Pse titullove Iliriana, kur edhe Agimi është personazh aty kryesor? Titullova Iliriana për shkak se keni pa ju Ana Karanina e plotjerë, tash do me gjithë një emën tamam shqiptar dhe që i përfeson ma bukur pra Iliriana është e personifikon edhe dashurinë, fuqinë e dashurisë, ha? Fuqinë apo jo çdo gjë. Po sa autobiografik është për juve personazhi i Agimit? Po në fakt Agim Berisha. 50% e romanit është pjesa jeme biografisë time, sepse ju keni pa këtë roman është edhe Ibrahim Rogova, është Femia Gani, vrasja Femia Ganit, puna e Ibrahim Rogovës është komunikata. Krejt periudat historike ndërthurën. Ndërthurën aty shamëllëki komunikata e Belga Presit është originale, ftesa e Ibrahim Rogovës për shkunë Parlamentin Europian janë originale, janë të kopjume, por edhe të përkthyme në gjuhën shqipe. Do çdo gjë është biografia jeme, 50% e kësaj është biografia jeme, mirë po pastaj tjerat janë pjesë e imagjinatës sime që kam bërë për këtë roman. E kishe planifikuar me ndërthurë dashurinë edhe politikën në një fal linje të përbashkët narrative, ëh? Po kam dashur që heroi im të mos jetë një hero i gurit, siç i bëjnë zakonisht shumica e shkrimtarëve, hero i gurit që ja vran djalin nuk qan, ose a keni pa na shpesh mburrimi krenohet se nëna shqiptare s'ka çajt për djalin që ja kanë vrarë policia. Ajo është janë mbyshim emocione. Ajo s'ka nënë që nuk qan për djalin, nuk ekziston në histori as psikologji as kërkun, siç thonë nënë qan për djalin se unë tu lexoj romanin çaj. Se le bë me ta me djalin dikush.
Po, unë kam shku në mënyrë që ta bëj sa ma thjesht, sa ma normale, qysh është jeta normale e njerit, qysh është jeta e nënës, qysh është jeta e babës. Shembull Adem Jasharin, me përshu Adem Jasharin, kisha përshu në mënyrë thjesht, qysh ka qenë, sa kujtohet që ka pas thjetë Adem Jashari, ku vra Homza, aty s'ka kajta. Ato janë imaginata e shqiptare që dojnë me po njerin figurën e shqiptarit me bo zot. Nuk bëhat ashtu. Romani për shto jemi realist. Për këtë romani im ka gjetë për krahje, absolutisht. Për krahje, kur e lexoni huaj, e shes është temë universale. E ka perceptu, e ka akceptu tamam. Agim Berisha është temë, është personazh hero, si në Francë, si në Amerikë, si në Meksik, është i njëjti e gjena. Ose Garcia Marquezi, për shembull, kur ta lexosh Marquezin, kur ta lexosh atje, pse na shqiptarët i lexojmë, do të kënaqemi të lexojmë, do e përjetojmë. Edhe këta përjetojnë Agim Berishën, e përjetojnë si vetin. Absolutisht. A u bëtu ma heret francesht më duket, apo? Që një muaj e gjys. E pasaj shqip? Tash shqip. Tash shqip, ma mrapa? Po, tash. Me qëllim e bëne këta? Me qëllim e kam bërë për shkak se ta këshyri, ta testoj vetën, ta testoj këtë pjesë me pasi po kanon atje. Sa po prekim atje? Sa po prekim. 20 vjetë në mërgim pa orë në Kosovë asë një herë, po të kishin marë punë për para edhe më pak ju përkushtove kësaj që e kishet zemrës e të shpirtit. Po shkoj me pak marketing e po këthemi.